e njëjta pas ka qenë një sekret publik për faktin që publikohet pra pas 3 vitesh. Sepse sot, në 5 vjetorin e arrestimit e ish-krerëve të UÇK-s, Kurti ka thënë se po ka bërë thirrje që natyrisht të njëjtit të lirohen dhe thotë se ka shkruar një letër për Trëndafilovën. Por që në këtë sqarim që ka bërë Kurti, del se natyrisht Trëndafilova nuk i është përgjigjur një letër të tillë, siç në fakt ndodhet me shumë grupe të tjera të cilat i kanë drejtuar pyetje apo ankesa e shkresa të tilla. Megjithatë, një zhvillim i ri ky. Jakupi, pse mbajti sekret këtë letër Kurti? Po nuk na tregove çfarë përmban. A ta lexoj letrën? Përderimin e këtë. Vetëm pak, kryesore, 3-4. Po, pa tjetër. Atëre, në fakt, në letrën që e shfaqem në ekranet për shikuesit, pra ka thënë se nuk ka arsye që të njëjtit të mbahen në paraburgim, ndër të tjera ka thënë se në këtë, po, kur ka treguar sepse po e bën publike pra letrën, ka thënë po e bëj publike sot për një arsye të vetme, sepse besoj është e drejtë që ata të kthehen në shtëpitë e tyre, të jenë pranë familjeve të tyre dhe të mbrojnë në liri luftën e drejtë qëllimtare të Kosovës. Përgjigjja e zonjës Trëndafilova pas 2 javësh që mori letrën nga unë nuk ndryshoi asgjë. Në fakt ju paska përgjigjur, por që s'ka ndryshuar asgjë. Kërkesat e paraqitura nuk morën zgjidhje, kërkesat tona qëndrojnë akoma e në Kosovë ekzistojnë të gjitha garancitë për përgjigje pozitive ndaj tyre, ka shkruar Kurti në fakt, sepse aty ka përmendur gjithashtu se pra po përsëritet çdo refuzim për lirimin e tyre e ngjajshëm. Këtë që i është kërkuar Kurtit vazhdimsi. Po, siç thash, se rolin kryesor e luan edhe shërbimi për shembull inteligjent i shtetit. Për shembull, i përdor disa informata siç i konvenon, për shembull në shërbim, se ka njerëz të infiltruar që ju shërbejnë partive politike dhe e instrumentalizojnë. Andaj ndoshta kjo ka qenë që nuk e kanë bërë publike, përndryshe kjo është shumë i mirë se na pe dim që Albin Kurti ka qenë Kurti për shkak të shërbimeve se bëri publike letrën, s'po kuptoj përgjigjen. Jo, shiko, kundër speciales ka qenë edhe kjo po e dëshmon edhe këtë dokument. Se i ka thënë Hashim, mos e ju kujtohet ato thirrjet në kuvent. Zoti Jakupi, mos e mirato. Regja ka thonë ato, jo. I ka thonë dhe s'ka Hashim. Ama mu gjithë më kujtohet e fjalia shko Hashim në hak. A kujtohet ty Zejnullah?